juaj? Jo, sigurisht e ka mirën. Mos po shonan tjerat. Jo e keni mirë. Po sigurisht se po. Juriste, presidentja. Une po e tha me përgjithësi që ky kuvend, kjo legislatur, kjo qeveri, e zgjedhë për një legislaturë tjetër. Nuk ka mujt me pas komunikim zyrtar me një legislaturë të re. E cila nuk e ka zgjedhur. E cila nuk e ka zgjedhur. Dhe edhe ligji për qeverin është i qartë, cilën vetë e kanë draftu, vetë e kanë sponsorizu, vetë e kanë votu. Edhe marrëveshjet ndërkombëtare. A nuk e kanë ditë këta që janë këto marrëveshje ndërkombëtare që nga shkurti vitit kaluara? U desht me dho venet institucione, jo me bo kalkulime politike, për qëllime politike, mos me dho vendet institucione, edhe me damtue vendin. Edhe në aspektin ekonomik, ata po bëjnë edhe në aspektin diplomatik. Nga AKEja, për blokim të vendit, për blokim të institucionit. Ja, adres ka, blokada ka adres. Blokada ka adres. Adresa është partia cila ka pas numrin matë madhë të ulseve në Kuvendin e Republikës Kosovës. As kush nuk ka të drejt me propozue kryetarin, kandidatin për kryetar të kuvendit përveç partisë të parë, partisë me numrin matë madhë të ulseve. To e definon qartë edhe kushtetuta, edhe rregullorja punës të kuvendit, edhe vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe tonë kohën e kanë ditë që janë shkelje kushtetutës, e kanë shkel 10 herë, edhe kanë vazhdu njëjtë. Në këtë rast, a kërkoj edhe presidentja që të shkelet kushtetuta? Sigurisht se me pas ndodhë që ato veprime ka qenë shkelje kushtetutës edhe e ligjit. Qose do ta dëgjonit presidentën, do të bëni shkelje kushtetutës? Po ne pe kuptojmë këto tendenca që me hudh fajnë dikun tjetër ku s'është. Faj është të partia me numrin matë të ulseve në kuvend. Se presidentja ta hudh fajnë, është... Presidentja është mirë... Unitetin e vendit. Presidentja është mirë me najtë mrena rolit vetë, kushtetus, që është uniteti i vendit edhe na përfaqëson të gjithëve. Në këtë rast ka dalë nga roli i saj? Mendoj që ka pos shkarje në mes asaj në çka ka thonë edhe në kohën që ka thonë. I bjen që ja ka mbajt krahin interpretimit të vetëvendosjes? Shika, unë e kuptoj që presidentja është zgjedhë me përkrahin politike të lëvizjes vetëvendosje të disa subjekteve tjera. Edhe është krejt normale, legjitime se pa të përkra partit politikës mund shme kur as president, as në gjykatën kushtetuese, as guvernator, as në shumë pozita tjera transishme të shtetit. Mirë, po në momentin e marrjes pozitës, atëherë do të mi bëjë gjitha veprimet në përputhje me ligjin, me kushtetutën, edhe mi trajtu gjithë barabartësisht se je në një mënyrë institucionet caktuar janë për gjithë vendin, nuk janë për ndaj parti politike. A po i trajton të gjithë barabartë? Shika, ka dallim prej deklarimeve dhe trajtimit. Nëse referohem deklaratave, se po i ndëgjoj që po flasin edhe për paga të RTK-s. Po. Edhe njerëzit janë pa paga. Ka zgjidhje ligjore që ata mundën me marr pagat. Ka zgjidhje ligjore. Na jem 3 muajin e fundit vitit. Edhe pa pasur kuvend. Edhe pa pasur kuvend, edhe pa pas nevojë që të jetë në këtë